Selam aleikum të nderuar shikues. Emisioni i sotëm është i veçantë sepse i kushtohet një feste të veçantë, asaj të Fitër Bajramit. Unë dhe Elisa Zhegrova sot kemi të ftuara 3 mysafire, zonjën Sabrie Behluli, nën, zonjën Leila Feta, dizajnere, dhe zonjën Belizare Berisha, ekonomiste njëkohësisht pasiqire. Mirë se erdhët zonja. Mirë se gjithë. Zonja Sabrie, të kthehemi mrapa në fëmijërinë e juaj. Si keni shijuar her Bajramin? Çfarë rëndësie ka pas si fëmijë festa e Bajramit, vitet 70-ta? Faleminderit për ftesën, dhe falenderojmë Allahut që mos fari na ka fali musliman, e kemi mri me shiju dhe Ramazanin, lutjet tona inshallah na pranohen, agjerimi, namazi, mos fari po kthehemi pej fëmijërisë. Bajramin në fëmijëri të gjithë fëmijët e ndjen një farë gëzimi. Është ndjenjë e veçantë. I rrituri është ndryshe. Fëmia është ndjenjë më e veçantë e krejtë krijesave. Fëmia është në atë ndjenjë nuk mundet me përshkru askush, se me vite e kena prit për Bajram e kena, për shembull, e kena veshen si një tesh, si këpucen, si e kena veçu për Bajram. Do me thonë, pi fëminis e ke marrë atë ndjenjen e festës. Sigurisht veshjet e reja në atë kohë kanë qenë pak privilegj? Pak ma ndryshe kanë qenë, pak ma nuk janë kanë me bollëk si kur sot. Ma pakic? Po, nuk janë ble me bollëk si kur sot. E majnë men një rast, gjyshi jam Rametlia, na blejke veshje, shkoj kë ka qenë tregtar, shkoj kë na blejke veshje, ato veshje i rujshëm me muj, i vjershëm, edhe çdo ditë i këshyrshëm, e cekshëm i kem për Bajram. Këto tesha e veçojshëm i kem për Bajram. Ka qenë kohë më e vështirë ajo, sigurisht, për dallim prej tash. Ko pak më e vështirë, jo shumë, s'ka shumë dallim, amo ka qenë pak më ndryshe, nuk o kam bash sikur sot. Si fëmija i kujtoni përgatitet e Bajramit, jeni sill aty rreth nanave për me ndihmu? Po, i dim, i mbaj men ato, gjyshja Rametlikja, ajo ka qenë plake e mirë shumë, ajo na këshillojke, thojke ulken për ditën e Bajramit, ajo ulken në dhomë për shembull, në qështë dhomës, edhe na ren shkoj shumë, ja merr shumë dorën, ja uroj shumë Bajramin, ish një ndjenjë shumë e mirësh, si fëmijë, si rritun është pak ma ndryshe, vinë do obligime pak ma të mëdhaja, vinë ma ndryshe është, a fëmija është i veçantë. Sigurisht me natyrën e pastë që e kanë fëmijët edhe e shijojnë Bajramin pikërisht me pastërtinë e vet. Gjithë mja shtin Bajramin, non-stop mja komentuat. Ka qenë shumë qef për fëmijët edhe për faktin që ushqimet kanë qenë ma të veçanta, ndoshta baklava, katër ëmbëlsira, sikur sot ndoshta nuk ka pas. Kanë qenë baklavat, ato ëmbëlsira tradicionale, hallvja, tespishtja. Këto do me thonë kanë qenë, po jo që kanë qenë për ditëshme ato, kanë qenë vetëm për Bajram, dhe jo si fëmijë i kujtoni. Kanë qenë vetëm për Bajram ato, po kanë qenë edhe kështu, amo Bajrami o koni veçantë. Ju kujtohet Bajrami mbas martesës, përgjegjësi shtesë, ndoshta pak ma vështirë, se sa koha kur Bajrami fëmijë ose veçore. Në rini është ma ndryshe, pak ma përgjegjësi është, amo është ndjenjë e mirë. Te muslimani është ndjenjë, sikur para 100 vjetë, sikur në kohë pejgamberit, sikur tash është e njëjtë ndjenja. Te muslimanët po. Amo pak përgjegjësia është pak ma e madhe, dufke me nejt, me pastru shtëpinë, me bo pregaditje veshen, me bo pregaditje për fëmijën. Ndoshta orë tana pa gjumë, derisa të lesh gjithçka gati për ditën e madhe. Normal, për ditën e Bajramit, që mos kur të vinë musafirë, ti mos me pas për shembull një pengesë, të thona ato. Sigurisht, edhe si nuse ta zonë ka qenë edhe mirë edhe vështirë besaj. Edhe mirë ka qenë, mirë u veshë mas dite për shembull, shkojshëm në përkojshi, ja urojshëm Bajramin, vike dikush, ato janë kanë ndjenjat mira shumë. Pjesë e pandashme e traditës është kjo. Bash. Sigurisht. Po, tash me kalimin e moshës, kur ndoshta keni përsipër, keni barën e zonjës shtëpis,
jeni kryesori ajo që e përgatisni Tash është edhe më e festën e vështirë. Bajramit. Tash është Sigurisht. pak edhe më e vështirë. Tash do të mi udhëheq teton. Atëherë për shembull e ke udhëheq veç gjellën, mu vesh për veti, tash do të me prit pak musafirin ma ndryshe, pak jemae, do të mu kujdes pak rreth ushqimit, rreth baklavës, rreth krejt aty në sene, është pak ma ndjen ma e... Amo ndjenja e fëminis është, për që ato po thom, fëmijut pej vozhlije, do të me ja... Me jam bjell ndoshta në zemër. Zemër atë. Sigurisht. Po kur vjen punat e vizitat janë pjesë e rëndësishme e Bajramit. Ju kujtohem vizitat prej fëmijë, mandej si fëmijë në shkollë, kur kena qenë, kena pas shoqet nacionaliteteve të ndryshme. Për shembull, kena pas kojshi hashkalitë, në klasë kom pas. Nëse nuk e muslimano ka në gjinoj ke Ramazanin, na shkojshëm Bajramat i vizitojshëm njëjtë, sikur shqiptarë tonë, njëjtë, edhe taj. Bajrami o ka një njëjtë edhe taj, sikur të na. O ka një farë knasësie. Po sot vizitat jënë pak ma ndryshe, atëherë ke mujtë me bo vizit dikun ma ofër, sot ta zonë vim prej jashtë shtetit vetëm për festën e Bajramit. E vërtet është, edhe atëherë ka pas, edhe atëherë ka nardë pej jashtit ka nardë për, aj që o konë muslimon që ka ardhë pej jashtit, e ka shfrytzu qatë kohën e Bajramit edhe ka ardhë. Njëjtë, muslimani është njëjtë sikur në atë kohën e atëherë, sikur tash. Po me shtimin e përgjegjësive, ashtot edhe ngarkesa, pritet ma ndryshe Bajrami ndoshta? Bajrami pritet pak ma ndryshe, se është tash në për media ma shumë, në kohën e komunizmit, nuk o kanë, nuk ta ka uru Bajramin për mes televizionit, nuk e ke pati për shembull, o kanë ma ndryshe, tash është pak ma ndryshe, tash është komunikimi ma ndryshe në për telefona, ke pas një telefon fix për shembull, ja ke bo Bajram me kush ka pas me tjetër kënë s'ke mujt, tash unë është me komuniku me krejt, është ma ndryshe. Qaj është ndryshimi pak. Sigurisht edhe kjo është ndryshimi i mirë, pa tjetër. Kjo është e mirë shumë. Keni shfrytzu pjesë të traditës atëherë, sa është respektu në atë kohë tradita edhe apo ndryshon tash, atëherë keni veshje tradicionale për Bajram? I kena veshje tradicionale deri sa une si për veti si nuse, deri sa 10 vjetë martesa, 15 kom vesh dimia, për shembull, i kom vesh dimia ditën e Bajramit, këpucat pak matnalta, a ke pa edhe kena vequa ditë. Po sot apo e majnë trejat, apo e përditësojnë këtë? Trejat pak, po më vjen marrë me vesh për shembull dimia, ditën e Bajramit në restoran, shkon e vesh, atë veshjen ditën e Bajramit, thët jo se po më vjen marrë me vesh, nuk është marrë. Ma mirë është me vesh atë ditë, se me festu pak, me bod veçantë. Sigurisht. Ju sot jeni non e fëmive, qysh ja u keni mësu ju fëmive festën e Bajramit? Me qëfar ndjenje keni kultivu të fëmijët e juj Bajramit? Ndjenjen tem e kom përcjell edhe të fëmija mi, edhe fëmija mi atë ndjenje kanë. Edhe ata e presin njëjtë, sikur non dita Bajramit, është apo den përsëritet në shtëpi shpesh, kur përsëritet në shtëpi shpesh, edhe praktikohet ajo punë. Sigurisht. Sigurisht kjo ka me u përcjell me brezat tonë, kjo është me emën të Allahit po. Kjo është bukuria e kësaj feste, sepse kalojnë vite shumë dhe mbetet po e njëjta festë me po të njëjtat motive, me të njëjta detaje. Zonja Sabria, ju falenderoj shumë që ishit me neve, që i ndohet disa minutat kësaj feste përveç tira ndoshta paksa dhe ngarkume. Kemi pak kohë për tash ju këtë fest ka është madhe, shikues të nderuar. Ju falenderoj shumë që ishit me ne këta minuta dhe që i ndohet me neve. Ju përshëndes. Faleminderit edhe juve. Zonja Feta, Bajrami si një fest e bukur, kërkam prej neve që dukemi dhe të vishemi bukur. Cilat janë motivet apo ato detajet e vogla që duhet i kemi parasysh për para se të vishemi për këtë fest madhe? Po arbënora, lusim Allahun e madhruar, nga ky muaj i mëshirës dalim të kurorzuar me fitoren brenda vetës sonë. Sa i përket veshjes, do thotë është mirë që vajzat dhe djemt vishën me veshje kombëtare, për arsye se e tregojnë vendit të cilit vend ne i përkasim. Pastaj çdo ta preferojmë ngjyrën e bardhë se tregon paqe, tolerancë, tregon pastërtinë, do thotë që ne e kemi brenda vetes sonë.
Gjithashtu është mirë që vajzat çdo herë për festa të vishen me fustana të gjatë. Për arsye ta simbolizojmë që taman është festë, mos të vishemi si ditave tjera. Por sa i përket trejave, do thot nusëve tona, shembull, është mirë do thot të veshën me veshën ton tradicionale, thjesht me dimia. Pse është një simbol, do thot është një detaj që e tregon do thot traditën tonë, do thot shumë vjeçare që ne Për kemi. ato veshën vetëm në rastet veçanta, dhe pse jo Bajrami të jetë një ditë e caktuar kur veshet një robë aq e veçantë. Po sa i përket dekorimit të shtëpisë dhe ambientit ton për rreth, tregona cilat janë ato detaje që duhet i ketë shtëpia, me çka duhet të pajisemi fillimisht përpara festës Bajramit dhe pastaj si të rregullojmë ambientin. Allahu i madhruar e don të bukurën, do thot për atë ne edhe duhet ti kushtojmë shumë rëndësi të veçantë. Shtëpia ka një rëndësi shumë të madhe, sidomos për anëtarët e familjes, për fëmijët tonë, na më herët duhet t'i përgatisim, duke filluar prej kartolinave uruese, pastaj prej zbukurimit shtëpisë prapë me ato kartolina, do thot t'i lojmë të përgatitura që çdo fëmijë që vjen t'ia dhurojmë një kartolinë, do thot ta ketë si simbol që gjatë gjithë jetës do thot ta ruan. Pastërtia është një prej pikave kryesore, pastaj freskimi i shtëpisë me lule të ndryshme, do thot mos jenë lule artificiale, por të jenë lule të gjalla, tamam dihet që është festë festive. Pastaj do thot të kemi do thot nëpër muret tona pjesë, domethënë murale apo piktura me emrin me motive islame. Me emër pejgamberit alayhis salam, apo me emër të Allahut madhëruar. Pra këto duhet të jenë të pranishme Po, në pa shtëpitë tjetër. tona. Po të dalim te një aspekt tjetër. Qyteti si ambient ku ne kalojmë ndoshta një pjesë të madhe të ditës. Si duhet i kushtojmë rëndësi qytetit për aq sa ne kemi në dorë? Qyteti do thot është një pikë shumë interesante, do thot kjo pyetja juaj, për arsye se qytetit ne asnjëherë nuk i kemi kushtuar rëndësi shumë të veçantë. Ndoshta nuk kemi ne fajtor, do thot sa janë prisit ton, do thot qeveritar ton. Përderisa na për festa të ndryshme do thot e zbukurojnë qytetin me lule dhe me drita të ndryshme, atëre pse edhe për festat tona do thot të mos zbukurohet. Mirë po do thot duhet të fillojmë ne patjetër që qytetin ta ndrisim do thot për këto ditë. Në çdo kant qytetit këtë shënuar do thot billboarda të ndryshëm do thot me festën e do thot urime festa e fitër Bajramit, po thjesht me atë mënyrë ne edhe të solidarizohemi me të varfërit do thot, që t'ju ndihmojmë edhe atyre. Duke filluar shembull gjatë çat ditë do thot kur bëhet falja e fitër Bajramit, fëmijët tanë do thot dalin për çdo xhami, të vishën me veshje kombëtare, të marrin trëndafila të ndryshëm, bombone të ndryshme dhe t'ju dhurojnë do thot xhamatlive, do thot xhamatli do thot që e kryjnë do thot ritualin do thot falin. Sepse ky është mesazhi i vërtetë i Bajramit. Sigurisht që bamirësia dhe shfaqja e paqes, simbolizimi i Bajramit është paqe, festë. Po është e vërtetë shembull se e kam has do thot shembull në Chicago dhe në Stamboll do thot është një rëndësi shumë e veçantë do thot për këtë ditë. Fëmijët dalin do thot xhamatit ju dhurojnë parë, ata ju dhurojnë lule dhe bombona, ata ju dhurojnë fëmijëve parë. Por ata fëmijë do thot me ato parë do thot mbajnë familje të ndryshme, do thot ju sigurojnë do thot sillën e Bajramit fukarave. Atëherë pse dhe te ne interesant që në fillimet e fëmijërisë të mbillet në zemër një zakon kaq fisnik. Duhet edhe ne të bëjmë iniciativa patjetër të fillojmë që qysh prej këtij Bajramit do thot ta fillojmë këtë hap do thot të mos e lojmë do thot në azen viti tjetër. Sigurisht ne para Bajramit angazhohemi jashtëzakonisht shumë për pastrimin e shtëpisë. Kjo është traditë jo vetëm e shqiptarëve, por në përgjithësi muslimanët dëshirojnë që Bajrami t'i gjejnë të pastër. Po pse të mos marrim tazam një aksion që ta pastrojmë qytetin? Shumë e vërtetë. Shumë e rëndësi, kishme qenë ndoshta pas Ramazanit jemi pak të lodhur, mirë po kishme qenë shumë Arvënora nuk mund të jemi të lodhur për arsye se ne një muaj pa agjerojmë, pa u lodhur hiç fare. Edhe një ditë sikur t'ja kushtojmë qytetit, ta pastrojmë, ta dekorojmë, do thotë nuk ka ndaj far pune shumë të madhe. Mirë po duhet ta fillojmë iniciativën qysh që tani. Do thotë mos humbim kohë. Sepse sa i përket aspektit familjar, ne jemi shumë dhënë mas Bajramit. Tazam vizitojmë të afërm, sa do larg që t'jemë shkëmbejmë dhurata me ta një farë mënyrë e përmbushim
festën e Bajramit, po a duhet dalim edhe jashtë rrafshit familjar, dalim edhe rrafshin social, rrafsha edhe ma të gjera, që kjo fest të shënohet me madhështin që me të vërtetë e ka. Pa tjetër, Arnora, tash kemi mjetet të ndryshme. Ma herët ka qenë diçka këtë tjetër. Shembull, nuk kanë pas mjete, nuk kanë pas mënyrë të komunikimit. Tash ne mujmë, shembull, me telefonata, i kemi tash këto mjetet e mediat sociale, do të që mujmë me kry punë përmes tyre, do të thotë mund të fillojmë edhe kampanjat ndryshme, shembull deri në ditën e Bajramit të më lidhen ku me ditë sa shembull mjete t'ju dhurojmë, do të thotë fukarave që ta sigurojnë drekën sjelljen e Bajramit. Zonja Leila, një karakteristikë e Bajramit janë edhe vizitat, qoftë me familje, me shoqëri apo me larg. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme edhe e bukur e Bajramit. Na tregoni diçka për karakteristikat e këtyre vizitave? Po, është e vërtet, Arnora, kjo ka vizitat zënë një vend shumë të veçantë për ditën festive. Sidomos tek ne është traditë, do thotë që para dite çdo familje të vizitohet prej anës të burrave, do thotë se pasi ta falin Bajramin, do thotë shkojnë edhe i vizitojnë anëtarët e familjes. E mbas ditja do thotë është do thotë për gratë që kanë drejtë do thotë me dalë dhe me vizitu. Se unë edhe nuk pajtona që në ditën e Bajramit thjesht të mbetet shtëpia këtë e boshatisur. Për arsye se ti përgatitesh, ki dëshirë do thotë vjen dikush musafir. Mirë, po një farë mënyrë ta bëjmë një kombinim, do thotë që gjithë ti vizitojmë, po një agent do thotë që gjithë ti vizitojmë, por njëkohësisht lojmë vend që edhe dikush vjen neve të na viziton. Sigurisht ju vetëm vizita, sikur të organizohemi për ndonjë piknik të përbashkët jashtë grup mosha të ndryshme, dhe ta bëjmë këtë fest edhe më madhështore. Po ajo kish me qenë mirë, do thotë, duke fillu do thotë ftojmë edhe fëmijë prej vendeve të ndryshme. Që të vinë do thotë edhe sa do pak të njihen me traditën tonë, do thotë me mënyrën e festimit se si ne festojmë, do thotë. Se do thotë pikniket, do thotë e kanë edhe atë bukurinë e vet kur ka do thotë fëmijë ma tepër, jo me pak fëmijë. Po do thotë të mos ja na shkalojmë asnjëherë, do thotë që me fëmijët tanë shkojmë edhe nëpër dyert e shtëpive të njerëzve. Nuk ka kur gjë të keq, edhe nëse se njeh dikon, ti trokasësh nder, që adhurosh një lule dhe që urosh Bajramin. Ajo është, po, ajo kish me qenë shumë e mirë, për arsye do thotë sidomos do të jetë më e mirë kur një fëmijë ja uron. Sigurisht. Desha të kthehem prap aty ku lidhet profesioni ju i pikrit të veshja. Dihet se zonat ndryshme në Kosovë kanë veshje të ndryshme kombëtare. Sikur të bëj ta zëm një panaere këtyre veshjeve pikërisht për festën e Bajramit, është sigurisht neve shqiptarëve na lidh edhe fetarja dhe kombëtarja të njëjtën kohë, janë me të vërtet të larmishme që janë zënë pjesë të veçantë. Po, është një ide shumë e mirë, Arnora. Për arsye se shumë e vërtetë është që do thotë pjesa e Prishtinës ndoshta fëmijët ta nuk i njohin do thotë traditën e veshjes, do thotë të veshjes kombëtare të Hasit, apo të Kaçanikut, apo të Ferizajit, apo të Prizrenit, do thotë aty do të kishin pasur rastin do thotë të njihen sadopak me mënyrën e veshjes kombëtare të secilit vend. Edhe veshja kombëtare ka bukurinë e vet për arsye se është komplet do thotë me traditat islame, do thotë nuk ka kur gjë. Po, korrespondon me njëra tjetrën. E kish me qenë shumë pjesë e bukur e kësaj feste, që të njihemi me kultura të ndryshme brenda një vendi, kaq të vogël, me veshje të ndryshme në fakt. Dhe kjo na kthen mbrapa tek rrojnë tona, tek identiteti jonë kombëtar, i cili për fat mirë nuk cënohet as pak, nuk e cënon as pak identitetin ton fetar. Prej dizajnit po kthehemi prap te shtëpia. Oborri, ndoshta shumë prej neve jetojnë në shtëpi, është pjesë shumë e rëndësishme. Ti kushtojmë rëndësi oborrit apo kopshtarisë. Cilat janë ato veçoritë që unë kisha këtu Arnora isha ndërlidh me atë, për shembull oborret tona përgjithësi i majnë mirë. Po jo për te. Do thotë s'kishe pas diçka tjetër ti shtosh, përveç se balona të ndryshme, apo do thotë fjonga të ndryshme, apo diçka do thotë tek hyrja e oborrit shtëpisë, do thotë. Se në përgjithësi tradita jonë do thotë oborret i kanë shtëpi gdop, do thotë që gjithë i majnë mirë. Mirë, po të mundohemi ashtu si e mbajmë oborrin, e shtëpinë tonë ta mbajmë edhe qytetin tonë. Sigurisht, Bajrami nuk isha me konsideru si festë që kërkon ndoshta punë të rana, sepse veç po vinë mbas një Ramazanit gjatë, po që për fat mirë nuk ishte i lodhshëm për neve. Po kjo pjesa e dekorit, pjesa e artit është punë qefi, nuk është punë e lodhshme, është një diçka që na arkton neve. Po tash më varet qysh njeri ju e percepton.
Do thot dikujt i duket e rëndë, mirë po kur ti e ki në qef ajo duket sikur Ndoshta varet edhe prej sasisë të kreativitetit sa që njeriu ka, kemi. po. Megjithatë duhet të jetë një kënaqësi që të merremi me zbukurimin e shtëpisë, po dhe të rrovave tona për këtë festë kaq të madhe, të cilën e festojmë vetëm 2 herë në vit. Kaq që kishim të nderuar shikues, faleminderit që ishit me ne për këto minuta. Ju përshëndesim.
Shikues të nderuar, i pam fëmijët e grupit Kalorësitë e Mirësisë. Besoj që edhe ju kënaqet po aq sa edhe ne. Ndërsa tani e kemi ftuar një mysafire, e cila është ekonomiste, e po ashtu edhe biznismene e re në firmën NSH Ambla. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Si festohet Bajrami në Kosovë? Sa ka interesim për ëmbëlsira? A është ende ëmbëlsira pjesë e tryezës familjare? Pjesë e gëzimit dhe harres në për familje tona? Gjesa, fillimisht më lejo të falenderoj për ftesën. Ndihem shumë e veçantë pse sonte jam me juve dhe po e festojmë së bashku Fitër Bajramin. Është shumë e vërtetë që karakteristikë e këtyre festave janë lloje të ndryshme të ushqimeve, e veçanërisht ëmbëlsirat. Ka fillu prej baklavave, që është e zakonshme dhe mund me thujë se është tradicionale, mirë po me ndryshimin e tregut, me ndryshimin dhe zhvillimin e shoqërisë, edhe sofrat tona çdo ditë po pasurohen me lloje të ndryshme të ëmbëlsirave. Gjithmonë e kam pyetur veten pse jetojmë me një rreth ku shumica jemi musliman, por nuk ekziston një ëmbëlsirë ose disa ëmbëlsira që i shfaqin edhe i përmbushin edhe në mënyrë figurative motivet e Fitër Bajramit, motivet fetare. Edhe fatmirësisht si ekonomiste më ka lind ideja me përpilu një plan biznesit edhe me fillu me një biznes tri që i përmbush edhe këto mangësi që ekzistojnë në tregun tonë. Dhe krejtësisht kam hasë në internet në një thirrje për grant dhe për aplikim për grant nga USAID, kam aplikuar me këtë plan biznesit dhe fatmirësisht është përqy ideja nga antarët e organizatës së USAID-it, për shkak se nuk ekziston në Kosovë asnjë biznes që ngjitet ekskluzivisht me këtë lloj biznesi të cupcakesve dhe janë shumë të rëndësishëm për çdo lloj rasti solemn. Është biznes i ri, mendojmë që ka me pas sfida, por gjithçysh në të ardhmen mendojmë edhe me zhvillu biznesin. Atëherë shkojmë pra të shohim ëmbëlsirat të cilat i kemi përgatitur enkas për ditën e sotme. Për ditën e festës